Zoti Kurti e mendon. Gazetaria moderne do të thotë po që duhet me hulumtu të vërtetën, një të vërtetë që pohet Albinit objektive. Po sa ma objektive. Mirë po mos të harrojmë se edhe në politikë, edhe në gazetari, edhe në dijet humane jemi në një periudhë që dietarët e quajnë post e vërteta. E post e vërteta nuk i beson më faktit, po i beson atij që don me i besu. Edhe populli i Kosovës është në qitë vorbull që po don me i besu Albinit e jo fakteve. Por gazetaria me gjithat e jona që përmena ben, jove që e ka hulumtu të vërtetën edhe faktin, por e ka kriju edhe ka pas një besueshmëri të lartë te publiku. Ma shumë publiku i ka besu gazetarisë se sa politikës, tash është e kundërta. Sepse Zoti Kurti në kontinuitet edhe si opozit, po ma shumë si pushtet, ja ka zbej besimin gazetarisë edhe mediumeve në publik me qëllim. Me qëllim që të vërtetat e tij me i plasu ma letë. Që mos me pas rezistencë, ose mos me qenë ajo, që me thonë ajnë dërmjet si midis publikut edhe pushtetit, që është media. Po në secilin variant, dhe gjithmonë, media në Kosovë është më e mirë se politika. Dhe këta, jam mirë një ndaj kolegëve të mi që e bojnë punë në gazetarit, natyrisht që nane për studio, jopëm opinionet tona, bojmë ashtu sa mojmë edhe sa dim analizat tona, më shtetun disa fakte, po kujna për janin ma për fakte në këtë Kosovë. Në këtë Kosovë ja kanë fillu njerëzit me besu në diçka që na nuk e shohëm, është një botë paralele, është një botë kuptim kristisht tjetër. Gazetaria jonë klasike që i themi, nuk ka qenë me pushtetin, kur një histori. Unë e pe i boj 40 vjetë në gazetari, po marë nuk kanë mu bon gazetari pushtetit. U kanë tërë, s'ka pranu komunitetit, kanë kesh, kanë përqesh. Ma në për cilin periud po flasim, sër, nëse flasim për Indien... Po flasim për periudën e 90-ave, 80-90, dhe po flasim për edhe kënë, që në fakt ka qenë një loj pushteti, kemi qenë me lëvizjen... Jo, po flasim edhe të vjeturin e parë të qlirimit Kosovë. Të qlirimit, po. Në më kur me gjithat gazetarët, ne besani Arben, ne kemi punu bashkë të koaditore që nuk ka pas qeveri që se kemi